Tani, unë mund të flasë shumë gjallë për turizmin, ti e di që unë kam që 92-93 që jam marrë me turizëm. Unë mendoj që Shqipëria pati një fatë sepse hyrja e fundit në lojën e turizmit, por si zakonisht ne nuk kemi ditur të shfrytëzojmë kohën dhe momentin dhe kemi bërë gabimet cilat do t'i paguajmë më vonë. Po, cilat janë gabimet? E para njërë është... Olë t'i tha e ndes kemi filluar, po. Kjo mua më trëmë, shumë, sepse po të shikor Sarandën, për shumë, është një nga qytetet totalisht të shpartalluara në arkitekturë. Pra është një qytet i cili kur vjen nga Korfuzi të zë frika. Dhe kjo është në përgjithësi përshtypja jo vetëm imja. Po dhe atyre me cilë unë punoj me turizm. Tani, ne kemi numri i madh që këto të paktën këto 10 vjet të fundit është shtyrë, është gjithë mediat paguar etj. Kanë sjellë një rritje shumë të madhe të numrit të vizitorëve. Dhe kjo është evidente duket. Media e paguar the? Po, patjetër. Përgjithësi jo, kam përshtypjen. Jo në Shqipëri, jashtë. Në përgjithësi mediat janë të paguara për artikuj dhe s'ka asgjë të keqe se shumë vende e bëjnë, s'ka asgjë të keqe. Por problemi është që kanë dhënë një imazh jo të saktë. Për shembull, ti shkon në Ksamil, Maldive dhe kur i nga krahu i Korfuzit, duket deti është i mrekulluar. Kur kthehesh mbrapa është një tmerr. Për shembull, pse është tmerr? Po, ke shkon Ksamil, e të shohësh se. Por nuk është mendimi i turistëve kështu. Jo, dakor, mendimi im, mendimi im. Po jo i turistëve, sepse turistët kanë Dakor, mendimi im. Për shembull, para një jave... Sepse Ksamili sot vendi më i vizituar në Shqipëri. Më i vizituar, po. Aty ku idhen plerat të hyra Butrindit. Apo. E 50 milion para një jave që bëra? Është vendi më i vizituar në Shqipëri. E kuptoj. Tani, që mos bëjmë debat se vlen. Jo, bëni edhe çik debat, unë po vdes të fus pak në debat, po. Sepse nuk është faji i kryetarit të bashkisë, tani ashtu e ka gjetur. Ti e di vjet gjithkur të shtëpia që mbaja unë në Sarandë, e di se ka Po pra... Ashtu ishte shtëpia, ashtu kishte edhe Tirana, s'ka më, ato ikëm. Dhe janë bërë pallatet nga më të shëmtuarat e mundshme. Tani, për shembull, një rasti i vogël fare. Përballë Korfuzit, veriu, që janë vilat e miliarderëve, bregu i detit është totalisht i paprekur. Në Ksamil dhe gjithë Sarandën e kanë ngrënë me ekskavator, apo jo? Dhe e kanë ngrënë gjithë me ekskavator. Komplet, gjithë vijnë pregëtare. Komplet. Pra kanë prishur vijnë pregëtare, e cila nuk riparohet më, se më thotë që janë dëmtimet. Tani, sepse ka shumë tema për të folur. Ama kanë bërë plazhe që po tërheqim vëmendjet, plazhet e Ksamilit të bërë jam dakord me ty me ekskavator, po. Kjo që po shiko, unë merrem me turizëm. Ti kur vjen National Geographic, vinin njerëz të cilët vinin në cilësi shumë të lartë, por në numër të vogël. Numri që po vjen tani është një cilësi shumë të ulët. Për shembull, po të shikosh, lagjen te Kodra kanë qenë pallatet e të burgosurve. Që i kanë bërë burgosurët, janë gjitha full me booking. Pra vjen një cilësi shumë e ulët e turistit. Por, pas edhe atë cilësi meritojnë, patjetër, ne duhet i bëjmë tanelik dhe... Po, se më pyete, flasim, po bëjmë një skaner realiteti. Për shembull, ka një gjë, rritja e madhe e numrit vizitorëve krijon një presion të madh tek një peizazhet historike. Pra, Llogora, Butrind, po shpartallohet vija bregdetare me shpejtësi dhe me sukses. Pra, një presion shumë i madh. Po prishet kultura. Për shembull, Ulqini shqiptar nxorën një ligj para një jave, nuk lejohet më dalin njerëzit me brek rrugëve nëpër Ulqin. Në Sarandë i ke kudo. Po se breket do i heqim ne tash aty. Jo, dëmtimi i kulturës pra, dëmtimi i kulturës lokale. Çfarë kulturë kemi ne gjithë? Këtë ligj er batoni s'ta zbaton kurrë. Po jo në supermarket, më fal, supermarket dhe nëpër qytet, nuk mund të vish vërtet me brek. M'vjen keq tani. Po si ti me Ramën më me raketë të tenisit. Po me vallën shkurtra po jo me brek. Tani, tjetër. Ka shumë rëndësi kjo impakti ekonomik. Pra, po të shikosh, po dalësh te tregu i fshatar, aty në Sarandë do i pyesësh taksigjit, ata kanë bicikletë, polici, mësuesi, tjetër, e kanë vështirë të blejnë ushqime, se arritur çmimet shumë. Për turizmit, po ky është fenomen evropian. Dakor. Ky është fenomen evropian. Të njëjtën gjë ka Italia, të njëjtën gjë ka Spanja. Jam dakord. Por prodhimi jon 85% të varë drejt për drejt nga turizmi. Më fal. Por prodhimi jon vjen nga jashtë. Për shembull, po të shkosh në Delvin, 20 kilometra nga Saranda, Delvina dikur hambar, edhe hutrat i ka nga Kina. Janë kineze hutrat, që shiten në tregun e Delvinës. Shko nesër me një telefon dikë, pyete, ore, hutrat ku janë? Kineze. Pra nuk prodhon më njëri. Pra ushqimi vjen nga jashtë. Dhe
Dhe është një varg zinxhir, para ca vjet kur bëri një status për pazarin e Gjirokastës, për shembull. Po. Pazari i Sarandës, pazari i Gjirokastës, i Krujësit, 95% është treg kinez edhe turk. Po, ama po ta them këtë me garanci se unë me batonin kemi bërë gjithë Amerikën e Jugut. Gjithë dhe një dhe. Janë kinez. Janë kinezë në gjithë botë. Jam dakord. Do në Bolivi, nga vendet më të izoluara të globit, lart të Junit, 99.9% të gjërat, edhe qeset me krip, vinin nga Edhe në Kuba, kudo, edhe në Kubë, edhe në Indi, edhe India kineze ka. Tani, a do t'ishte mirë që bashkit, Ministeriet Turizmit, Kulturës e tjerë, të bënin projekte të cilat subvenciononin dhe ndihmonin artizanatin në vendas. Unë kam qenë Madagaskar, nuk ishte vendi më i varfër në botë, nuk ishte artizanat kinez, ishin gjithat bra me dorë në Madagaskar, vendi më i fundit në botë. Po, vendi më i varfër i globit. Dhe i bënin me dorë. U bofshim ashtu inshallah, si ata. Tani, Shako Riur. Jo, ore Ani, se Ani ma me 93-shin e kam gjetë në Sarandë, atë Sarandë janë një klasë shoqërore si Ani, që du në të vëndin që t'jetë Ani me 2 shokët e vetë, nga këto lordë, nga këto që ecin me pallon të shkurtra, këto... Po jo me brek. Po, me pallon të shkurtra, me të kopët e bardha që s'kan lakur në det, nga këto, edhe që ecin kështu, nga këto, dhe plazhet jetë bosh, mos ketë asnjëri. Ani dhe 2 lordë anglez. Dhe sa bukur që shkë Shqipëria, edhe presin që nga moment të shfaqet njëri me kalë. Duna të fshatajnë me kalë, me gomar. Pa ta nuk mund të pranojnë do tani, që dhe Shqipëri, bova ki bodhe një hotel me 5 yje burë, që mund tjetë dhe i plash me i bukur. Se to akoma ka një nostalgji, që thot, ke kjo plazhi këtu, ke kjo plazhi këtu kam pas nave dhe mund. Po, a mundi japim përgjigje? Pa tjetër, mundi japim përgjigje. Shko tani, që ndodh. Bregut shqiptar, i iku shpirti. Pra nuk kam, fshatrat shqiptare të bregut, s'kan më shpirt. Pse? Sepse i konkuruan këto që dalin këto qanë të Instagramit. Hotelet të cilat janë bërë pa planifikim një, e dyta, pa arkitektur lokale, dhe e treta shumë e rëndësishme, pa një studim maturimi. Ne nuk e dim ky vend, Saranda për shembull, apo nuk e di, Gjirokastra, apo Thethi, për të cilën para një viti doli Ministra e Kulturës ta është e turizmit, ta është një sukses, dhe në bazë 6 muaj është vajte kryeministri i Brina Shesh Besh, me të drejtë, sepse po prishej arkitektura, aty pati të drejtë të paktën atë ndërtim për balë kishës, që ishte horror. Po, një sekund, por faj ngelet i shtetit, se nuk ka përcaktimet të sakta, jam dakord me ty për këtë. Do me thënë, përcaktimet të sakta, nuk ka maturim, ore sa njërës do mbajnë. Ti me ndonë që po rënohet turizm. Dhe, po ti them dhe Shakos, imagjinoj për shembull, në 13, kur ne jemi ullur, si që na mblodhe tani, na mblodhe kryeministri në atë kohë, dhe po diskutonin për turizmin. Edhe po duash të shpjegoj një 2 gjëra unë, se çfarë ndodhte, për të shpjeguar, për ta kuptuar ato zhvillime. Po, vetëm në qëpet, për shembull, fshatrat e jugut, të cilat duhet ishin të gjitha të restauruara dhe të ktheheshin në modelin e albergo diffusi. Pra i gjithë fshati, ktheheshin gjithë njësit, bëheshin dhoma hoteliere. Nuk mund t'i bësh ti ato zhvillim përballë fshatrave dhe i konkuron gjithë fshatin dhe fshati vdes. Dhe ç'a ndodh? Se ne themi Shqipëria. Shkon Parga, ikim Parga. Ik në Zagorin greke. Shkoni, çfarë bëhet? Shkoni veriun e Korfuzit. Pra, ka ruajtur natyrën, ka ruajtur peizazhin, ka ruajtur arkitekturën tradicionale, se atë do shesësh. Me çfarë do shesësh? Do shesësh me pallate betoni në Bregdet? Dhe kjo do vinë njerëzit, do shikojnë dhe nuk të vinë më. Numri i turizmit që themin e 12 milion, 13 milion. Sa kthehen? Kryetari i bashkisë ka në një... Ka vetëm rritje, po. Më falë, kene një statistikë sa kthehen? Sa kthehen? Ka shkuar, sa kthehen? Bravo, personale vetëm me Sarandën. Me që më drejtua... Jo, them për statistikat. Ja ta shpikën.